Tani unë ballafaqohem dhe ne me dy lloj akuzash. Në njërën anë, lëvizja vetëvendosje na thot s'po vini tek ne pa PDK-n, në anën tjetër grupi opozitar na thot s'po vini tek ne pa lëvizjen vetëvendosje. E kuptoni që kjo s'është tema, s'është qëllimi, s'është fare brenga jonë. Ne kemi një krizë politike sepse kemi pozicione partijake të tanishme. Një pozicion i parë partijak është që lëvizja vetëvendosje dëshiron të bëjë qeverisje vetëm me lidhjen demokratike të Kosovës. Për shkak të 4 viteve të fundit, për shkak të premtimeve elektorale, për shkak të dallimeve substanciale që i kemi në vlera, ky bashkëpunim ka qenë dhe është i pamundur. Në anën tjetër, nuk ka vullnet, nuk ka numra, nuk ka situatë politike që gjitha partitë tjera disi bën bashkë dhe krijojnë një qeveri minimale me 61 vota që nuk i kemi, nuk janë përqendruar vetëm për disa muaj. Unë po flas për diçka konkrete, diçka praktike. Një qeveri që merr këtë krizë dhe e transformon në një mundësi bazike të një riseti politik e besaligjor Republikën e Kosovës dhe na shërben si një fazë emancipuese për të ardhmen. Le të ulemi, le të merremi me çështje praktike, jo duke krijuar tema të panevojshme, kush ka faj, kush ka më tepër faj e kush ka më tepër arsye, por të merremi me këto 15 pika. Nëse këto 15 pika bëjnë jetën tënde, të familjes tënde, të qytetarëve të Kosovës më të mirë, për këtë duhet jetë politika sot e Republikës Kosovës. Prandaj kam shtrirë dorën e bashkëpunimit, jo për koalicion qeverisës, po për kapërcim të një pengese historike që kemi politike brenda shqiptare dhe më gjerë dhe mes komuniteteve për krijimin e një platforme që na shërben të ndërtojmë një bazë mirë për të ardhmen e Kosovës.